pasuria atyre ato bondat Meksik në qeni kontrollojmë na, ato bondat Meksik. Krejt ato na tokën e shtetit nga 50 eurarin nëpërmjet privatizimit. Me miliona euro keni në përgjikota keni. Punimi të bindur që aty nuk ka korrupsion. Aty është pse po ndërpren more zoti Gruta. Aty në kek janë cenuar interesat e kolegëve të zotit Gruta. Pse po ndërhyjnë more zotëri? Pse more ndërhyjta? Mbasën e kemi fjalë, e më shumë fjalë. Këta kanë vepra, këta kanë korrupsion, këta e kanë përdorur dhe kanë kontrolluar çdo kontratë. Partia që në zoti Gruda e përfason këto, unë e kuptoj, zoti Gruda nuk është i tillë, por kryetar komunash, ministra, të cilët janë bërë milioner, pasuria atyre ato bondat Meksik në qeni kontrollojmë na, ato bondat Meksik. Zoti Gruda, e ka blet tokën e shtetit, ja mos u ndërpresi se nuk du replika. Ka blet tokën e shtetit nga 50 eurorin nëpërmjet privatizimit, ja ka shtit nga 5.000 dhe 7.000 eurorin të njëjtën tokë shtetit. Domethënë, prandaj ju vërtet keni vepra, Arton, replika e dytë. Adnan, faleminderit, po ju i faloj. 30 sekonda të Artonit. Me 105 vjetë pushtet, edhe me orë mas 5 vjetë, me kësi froza, dhe me thonë, kur i shohim aferat korruptive të rezervave shtetërore, e shohim aferat korruptive në kek, aferat korruptive tjera vlerët e energjisë elektrike, gjitha këto i kena parasysh me miliona euro, i keni në përgjikota keni, dhe tash me fol ti me kështu kot si pralla, ai miliona, ky miliona, a jeni konë për shtetë që 5 vjetë, cili veprimi që keni marë, unë jam që qaj njeri që ka vjetë shtetin me shkun burë, qaj njeri që ka vjetë shtetin me shkun burë, cili njeri që 5 vjetë ka shkun burë, cili njeri ka shkun burë, faleminderit, Adnan, adresoj çështjen e rezervave, energjisë, Nagipit edhe Rozeta Hajdarit. Padyshim, pa ulshuar në detaje sepse nuk është fusha se imja as kolegëve, po ne jemi të bindur që aty nuk ka korrupsion. Aty është pse po ndërpren more zoti Gruta. Ne po bësh kaq i pa. Po pse po ndërhyn? Po pse po ndërhyn? Ta nuk do të bëj replikë, pa ma jep kohën, çe mikën minuta domethënë. Se po e praktikë deklaratën që po sa dhat që nuk do nuk ka korrupsion. Aty në kek janë cenuar interesat e kolegëve të zotit Gruda, që kanë kontrolluar furnizimin me naftë, që kanë ndërtuar kontrata, që kanë mirë mbajtur sigurimin e objekteve. Aty janë cenuar veç interesat e tyre. Dhe këta e kanë një lloj Hajdari, na tregot lutem pak, shpalos pak biografi. Përparim Grudën e ngarkoj me kek. Ta ndigjojmë përparim Grudën masi kritikoj për kek. Prezja dhe papa mundsoj sigurisht, unë ja jap kohën time, kolegut tim. Ja, nuk keni nevojë ju. Të përgjigjem më tash. Ndërhyj, çe pe kryun. Ja jap kohën time kolegut tim, nderuar këtu, që të na tregoj sa burri i mirë është Martin Berisha. Sa gruaj zonja është Rozeta Hajdari. Sa burri i mirë, sa fisnik është ish drejtori i Kekut. Por prokuroria që s'din që është e kapur është të akuzu ato burra dhe gratë ndershëm. Ju lutem na shpjegoni pak sa të ndershëm janë ata. E para se sa janë të ndershëm ata e vërtetojnë edhe dëshmojnë vetë. Ne jemi përfaqësues partive politike dhe jeta. Pse po ndërhyjnë more zotëri? Pse ndërhyjta? Pse po ndërhyjnë? A më kupton, jo nuk jam shumë i nxehtë me përulje, po ta them, pse po ndërhyjnë? Domethënë, pse po ndërhyjnë? Se sa janë të ndershëm secili e vërteton veten edhe dëshmon në procese të caktuara. Ne jemi përfaqësues partive politike dhe edhe këtu nuk flasim as nuk e përfaqësojmë veten. Përfaqësojmë program politik, përfaqësojmë trashëgimi politike të partive edhe në konkurs kemi qenë. Domethënë zoti Gruda sot e përfaqëson edhe aty çfarë ka bërë zoti Grabosi para 10 vjetë, 15 vjetë. Domethënë, sepse e përfaqëson. Kështu është në emër të tyre. Domethënë, cenimi i interesave të tyre në institucione të caktuara po përjetohet si humbje interesi të shtetit. Flasim për miliona, interesi i tyre është bërë në interesin publik.